Për gjithë shokëve që më kam shtetë të ditë e funit, që është vërtet jem një imaj atakum, mu i me thonë Kosovë. Ramushi sa mija kanë qenë të atakum, ta shjo mëne, që që dhe mediat e kam pranue. Ja ke marrë dhe ta shpërmotin. Arsyeja nuk e di pse, më jenë keq, po ne kam zgjedhur një rrugë ligjore, kështu që do t'i padis gjithë. Kam bu padi. Pse në me gjithë të sharje fyre bre, kum podhë një farë personi, pa dosh me dollë tem, një farë sëkoll halili, shumë për shanë e fynë. Jo, me to nuk duhet mera me sëkoll, duhet mera me sëkoll, fare se sumin puna tina. Mu vjen keq, ata një si shojnë edhe fynë, ata shojnë e fynë, djemë të të bashkëve, nipa të të bashkëve, dhe të cëtë nuk kanë jep kontribut për Kosovën. Sot ta fysh një luftetar, pavarësisht është invalid apo veteran, është me kati më i madh. I vetmi shtet më i thon në botë është Kosova e cili si vlerëson vlerat e luftës dhe njerëzit e luftës. Vërtet është. Kjo është një realitet vërtet. Unë sot e kam një pozitë, jam kujtoj veteran me një sesion, do të vjen dikush me meje. Po ai që do vjen me meje do vëllafçut me vështirësitë, me problemet e shokëve, me njerëzve të gjithë. Po me na fyn këtë gjendje nëse kemi bu punën. E kush mendon që e ka mbjell këtë urrëti edhe këtë gjumë? Unë nuk e moj men, besoj e ka njerëz më të madh që mësonë që e din që ka pas në urrëti më të madh se kohën e sotit. Që shekullin 20. Veçanërisht kundër ÇK-s. Që shekullin 20. Edhe kjo është më e keqe që kundër ushtarëve të lirisë. Ministri Kroat patonin në takim më herët edhe në Kroacinë e Kosovë, i vetëm ishte me sa një orë dhe Kosova që i fyn njerëz që kanë luftuar, kanë pru këtë shtet. Kush e kanë nxit këtë urrëti? Këtë urrëti ka urrëti politika. Ne e dim kush kanë nxit. Ne kemi bën parlament, të fy Hashimi, Kadrinë, gjithë tjerë kriminalë, shkonin në nuk ka stutim emna. Sa ata kanë emën mbi emën këtë, po atë urrëti ka vënë në parlamenti, ka dalë në rrugë dhe sot tash ka dalë në rrjetet sociale. Unë ish më lart se dje isha me Najt Asonit tonight, dhe pe Amerikë më thirr sot një jam shojti i Shkupit, Halit Goshi, jeton në Amerikë. Edhe qytetin po tash disa të bëra qyteti. S'ka problem. Merret me borna popullore. Ot nga Shkupi edhe më shojti, isha në kom dismiton, hajta soli. Veç për që, ma buni dha, ju dha se keni shiru Kosovë, dha ka gjurë natë edhe kush hamu më falë shpreje, shumë shojti, detë si më shojti, i thash falënderi, thash, unë kam qenë me ta po ftyrën njëherë, i kuptoh sinqerisht, edhe ma ka nolë telefonin. Se kur ke thonë të që na e këna shqip? Ora ka dikon rrethorës 13, në ora 1, si thujmë na në ora 13 e diçka, isha me Najt Asonin të pi kafe, na itin në kom të shpitar, moni me pyet Najt Asonin si edhe zot një jam shojti, çka kemi bu? Do thot pe Amerikë të shon Kosovë, pse s'ka possibilitet me ndoshta me kontributin këtu. Ndoshta baba i di ka qenë me UDB-n, ndoshta baba i di ka qenë me OSE, ndoshta baba i di ka qenë bashkëpunëtori i Serbisë ku në Milosevich që vjonin. Nuk e di, po ndoshta ka qenë. E tash ata njerëz që s'ka mund të jap kontributin për vendin vet, për kombin vet, si shumë shokë që kanë dhënë nga Amerika, nga Evropa, nga Australia, kanë dhënë, ndoshta ka fshatë të fëmijëve kanë dhënë, për me shiru këtë vend edhe për e që kanë dhënë, ata s'flasin, ata veç sot përkohet, mbështesin. Besoj në ardhen luftë, nuk mos babën koshore. Baba im ka qenë koshore gjithë njohin. E shumë shok, si e nërpi Evropë, mos mirë ata vishme. E për një farë Lule Gjeli, a keni që për përmanë dhe për Facebook? Lule Gjeli, nuk e një, nuk di kush është, nuk di, musu pasu më sa di, dikush ka thonë po kanë gjithë, po nëse di, se ku bo alo e ndë. E që ka ta mërmënja informacionet për qojnë tek njerës televizit vetë vendusi, pa dosh me ofendu askëndë? Unë nuk ta ofendu asë nuk e di, po kështu shka kom lezu. Për të se s'ka fakti, për të se s'del gjukata me argument, me fakt, me kap njëri, me denu, atërë në fakti. Për të se gjukata s'del, a me kënaj nuk e di, a me për të kena me letë kena me dreshin e birit, nuk e di, kam dëgju për tash, e kam fjallin e për rrjetet sociale, në për debatet televizive që për përcite, kam dëgju për njëri, mu vjen kesh për këta njerëz, ta në mjera unë ta nuk shojnë ma shumë se të huna vete, ta nuk shojnë, ta vëshojnë të qëtu, edhe këta me siguri ju aprish, ratia, që një bashkëfitore jemi apo një shok i ju në luftës, mujtë ta përmeni si mos asmojnë që shpeshe ka përmen, që i ka dhonë këta njës mujtë me konë, si atë 12 mijë në Kosovës, nështë ka pak do gabime të unë atë vogla, mujtë me konë në rrugës kena gabu ka pak, por nuk është pse ku gabu në rrugës me shok e që shkën të shoj veç i si ngucotin. Jo bre. E pse e përmene mos asmojnë man? E pse, i ka disa fjallë mire e ka, së më ju në të që ka, mëse, kur thot realitet, me thonë këto realitet e musës. Kur se do të realizojmë, unë kam shok, kur më të do rria këtë, s'kam problem fare, po kur e përmend realitetin, më thonë realitetin e abidore më lo. Po fymet sen ngën të mira për shok tonë, para si shok s'është e mirë. Po as qytetarët, po ndoshta na duhet të bëjmë pak më po tash na kemi liftu vëllai, kemi bos foto me liftu tash kemi bu. Unë ku bos foto me pa kom, ai ti të badore, pas u e ku vro këtë shok jam, që unë kam një shok, jo shok, po kam bashkëtar, një student shumë i zotit, Zelanim Zi, me 3 gushte ko privitojnë që vrasë Zeneli, në 88-ën, që 28 me 3 kushtë të ko,
ka qenë shumë djali mirë, ajo dëshmor. Tash mu, unë e lakmoj pësë është dëshmor ai. Unë e lakmoj. Edhe jo ai po të gjithë, veç mos mini sot çta njerëz që kanë duke fyt. Po çka ndodhen në fakt me atë plokën që të ka shohet ka fyt, dënë gjykota po. Unë nuk e besoj që ka shkuar në Facebook atë. Sa ju po 73 vjeçor, ai ploku po na kena insistuar